Fshati malor turistik i Sotirës në Dropullin e Sipër, ndër të tjera, shqyet për gërshërtimin e resurseve natyrore me objektet e kultit, me qëllim zhvillimin e turizmit. Fakti, Më bindës është kremtimi i profetit Ilia në kishën që është dërtuar dhe mirëmbahet nga banorët në malin e Murganës, në parkun natyror Predi Sotirës. Vetë banorët shprehen përgojëdhënat në lidhje me kalimin e profetit në këtë zonë. Ka një histori që kaloi në vitet që Shen Ilia kaloi nga vendet tona dhe u gjetë në këtë koder dhe u vendos këtu. Dhe pastaj u bë si punë monastiri ose kisha që u bë me vonë. Kjo histori tani nuk është e shkruar, është e dëgjuar. Tani Shen Ilia që u shkatërua në vitet pas vitit 67, ishte Anastas Goga besoj se thanë dhe shokët e mi, që me iniciativën e tij dhe me ndihmën e gjitoneve se ishte Shen Ilia e gjitonës së shoshut këtu e gjitonisë. Ndihmoi dhe dhimo dhe takçave të gjithë atje dhe u bë Shen Ilia. Rindërtimi i kishës ka filluar film pas ndryshimeve demokratike në vendin tonë. Ka filluar pas prishjes së sistemit, neve krijuam dhe ndërtuam te profiti Ilia, edhe kjo vazhdoi. Vazhdoi fshatari Anastas Goga që riparoi, edhe në vazhdim e mbaron tani Ilia Noni. Edhe neve do vazhdojmë që këtë ambient ta rregullojmë që të jetë sa më mirë. Hapja e shtegjeve për kalimtarët në malin e Murganës, por edhe lidhja shpirtërore me emrin e profetit, nxitën kujdestarin të mirëmbajë kishën. Si vjetës viti 3, filluam në fillim si me Saka për të hapur rrugën në bashkëpunim me skuadrën me Murgana Drasis që bëm një run maraton të ecjes në mal, filluam hapëm në fillim rrugën. Dhe pastaj më ngrit ideja që të filloj të pastroj këtë zonë që është rreth e rrotull kishës. Dhe avash avash u hapo reksi, fillova vura ulluqet në çati për të mbledhur ujërat e shiut, e vurëm depozitën, filluam të bëjmë shkrimin me pllaka, filluam lyerjen nga brenda dhe nga jashtë të kishës. Bëm këto muret nasore për të hapur të sheshin e kishës tu. çfarë ju kanë situr juve për ta mirëmbajtur këtë? Ka lidhje me emrin tuaj apo keni ndonjë lidhje shpirtërore tjetër? Thjesht emri im është Ilia dhe doja edhe këtu emri kishës së Ilia, profeti Ilia, edhe thash që ai zeli dhe ajo dëshira që kam unë, mbase bëhet mbarke edhe brezat tanë, fëmijët tanë, niprit tanë, ta vazhdojnë këtë punë të madhe që u bë këtu. Në Dropull dhe Pogon, ka dhe 4 kisha të tjera me emrin e profetit Ilia.